Këto ditë në fshatin Zym të Hasit në komunën e Prizrenit u shënua 150 vjetori i themelimit të shkollës shqipe atje, si dhe përmbyllje e manifestimit kulturor tradicional Takimet e Gjeçovit, që mbahet nën kujdesin e shoqatës së shkrimtarëve Shtjefën Gjeçovi, komuna Prizren, komunitetit emigrantëve dhe kishës së Zymit. Duke patur parasysh disa të dhëna historike, del se shkrimi i shqipes në Zym ka nisur qysh në vitet 1570 dhe më vonë në vitet 1600 me Andrej Bogdanin, me Pjetër Bogdanin, ndërsa një shekull më pas me Gjon Nikol Kazazin e të tjerë. Rreth viteve 1800, mësimet në gjuhën shqipe i kanë mbajtur klerikët Patër Tomi Vanaj, Pashk Dukagjini, Pjetër Zarishta e të tjerë, ndërsa shkolla e rregullt në këtë fshat u çel në vitin 1864 nga kleriku i njohur Patër Mila. Për të na folur diçka për historinë e shkollës shqipe në Zym, e cila sot mban emrin Atë Shtjefën Gjeçovi, ne biseduam me profesorin e gjuhës Nikol Kërhanaj. Sipas një raporti të dërguar nga kisha, ku fillimisht aty ka qenë qendra për hapjen e shkollës shqipe të parë, raportet janë dërguar në Rom. Më vonë, studiuesit kanë zbuluar dokument, raport që dëfton se në vitin 1864 ka filluar shkolla shqipe në Zym. Pastaj raporte tjera që dëftojnë në vitin 1880, 1890, 1895 janë raporte faktike të mbledhura qoftë nga goja e popullit, qoftë nga dokumentacioni që kanë marrë historianët e gjuhës e kulturës shqiptare. Mësuesi i parë, si më thonë, që ka hap shkollën është Patër Mila, Emilia de Kles, i Klesit të italian, por ai ka punuar 60 vjet në Trojë shqiptare, prej Shkodrës e Këndej edhe ka vdekur në Gjakovë. Ai në atë vitin me 6 fretër të tjerë ka hap shkollën shqipe në Zym në vitin 1864. Pastaj vinë fretëri tjerë, për shembull familja Prelaj, që janë 3-4 fretër të familjes Prelaj me Pashk Prelën, mandej Lazar Mjedhen, edhe ata janë themeluesit dhe organizatorët e shkollës shqipe në Zym. Ka të dhëna që gjuha shqipe është mësuar në Zym shumë më herët nga Bogdanët e të tjerë. Gjuha shqipe, përkatësisht shkolla në gjuhën shqipe daton shumë herët. Bili megjithëse neve nuk e kemi zbulu, por na kanë thënë se vitin 1572 pas shkollë shqipe. Por neve faktikisht nuk kemi atë dokument, nuk mund të themi. Por në shkollë shqipe, nga familja Bogdani, që në familjen Bogdani është vetë i pesë në familjen e tij, që 5 vetë, 5 priftër, ata dikun janë mësu. Andrej Bogdani ka pas edhe gramatikën e gjuhës shqipe, që është humb. Po janë shumë e rëndësishme, do të thotë shqip, veçhysh atëherë kanë qenë themelet e para të gjuhës e të shkrimit shqip, të alfabetit shqip. Mandej bashkëpunimi me Mazrekajt, edhe Mazrek dihet që në 1610 ka qenë shkolla shqipe në Mazrek. Çka do të thonë që edhe këta Bogdanët janë shkuar atje. Pastaj Gjon Nikol Kazazi, që ai njihet një zbulues i mesazhit Buzukut, e që ka punuar në Zym, po edhe në Gjakovë. Ai i ka sjellë shumë të mira materiale shkollës, sepse ka përgatitur 7 nxënës edhe në Zym, po edhe në Gjakovë për të quar matutje në shkollim. Këta janë themeluesit e hapjes së shkollës shqipe, mësimit të shkollës shqipe, përgatitjen e nxënësve, kandidatëve për meshtar, por i kanë kontribuar edhe vetë katunit nga historia, sepse ashtu ta themi kështu thjesht katolicizmi. Ashtu sepse ka qenë qendër i peshqore. Se këtu i kemi kanë qenë 3 i peshq, krye i peshq, kur me 1702, kur në dëmtue katedralja në Shkup. Ata kanë lyp strehim dikun, kanë shkuar në njeve, po s'kanë mujt me gjetë siguri. Edhe janë strehuar në Zym. Prandaj Zymi ka qenë strehimorja e i peshqvinjve 52 vjet.
Nga ana tjetër, edhe abetarja e parë shqipe, e njohur si abetarja e Zymit e vitit 1900, shënon një hap të rëndësishëm në mbijetesën tonë kulturore dhe kombëtare. Komuniteti i Zymit i ndërgjegjshëm për këtë fakt i ka ngritur një përmendore prej guri abetare së 1900-s, mu në qendër të fshatit, aty ku ngrihet edhe përmendorja e figurës emblematike Shtjefën Gjeçovi. Komuniteti i Zymit njihet si komunitet emigrues shekuj më herët, kryesisht në Kroaci, ku gati që të gjithë punojnë si bukpjekës, ndoshta për antitesë të faktit se në Zym buka prodhohet shumë pak. Njerëzit i kanë ngritur një përmendore dhimbjeje edhe emigrimit me gurin e kurbeqarit. Intelektuali Fro Kristaj, një nga hulumtuesit e kulturës dhe aktivist i njohur në Zym, na tregon më shumë për gurin në fjalë. Zymi dhe Hasi përgjithësi e kanë tradit zënë e bukpjekësve. Dhe kjo daton nga viti 1689. Ekziston një dokument, sigurisht edhe më herët, por një dokument shkruar se vendasit e Zymbit merren me forxhi. Do thotë janë forxhi. Pse janë marrë me këtë zeje? Për arsye se Hasi nuk ka tokë buke. Ndaj në mungesë të bukës e morën zanatin e bukës. Kjo është pse merren me këtë profesion. Tash, këtë lapidar e ngritën në shenjë kujtimit të gjithë atyre fortarëve që kanë jetuar edhe më herët, edhe shekuj më herët, dhe atyre që edhe sot janë nëpër botë. Kudo nëpër botë ka fortar të Hasit, Zymit edhe të Hasit. Dhe ky gur e ka një simbolik. E ka simbolikën e fitores, sepse është ja kështu, por kjo pjesa kënena rëndën poshtë se rëndën ka vendlinja. Kjo është problemi pse na këtë gurë zgjedhën për këtu. Këtu është se kjo rëndën poshtë po kthyn vendlinje. Ajo rruga për më shku në Gërbet tani, do të përgjithate me kujtu vendlinjen.